Shqipëria po përballet me një sfidë të rëndë demografike dhe ekonomike shkaktuar nga emigrimi masiv I të rinjve dhe pjesës më të madhe të forcës punëtore. Sipas studimeve të fundit të Instat për vitin 2025, rreth gjysma e shqiptarëve jetojnë jashtë vendit, që përbëjnë gati 49% të shtetasve shqiptar. Përveç volumit të lartë, shqetësimi I veçantë është se 77% e tyre janë në moshë pune, duke krijuar një mungesë serioze të fuqisë punëtore në vend. Destinacionet kryesore të emigrimit mbeten Italia dhe Greqia, të ndjekur nga Gjermania, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca. Arsyeja kryesore e largimit është ekonomia, ku 70% e emigrantëve nisen për të gjetur punë me ardhura më të larta, ndërsa pjesa tjetër e lë vendin për arsye familjare ose për studime. Ekspertët paralajmërojnë se kjo mungesë e bën ekonominë e vendit të brisht. Nga emigrimi vijnë edhe përfitime financiare për familjet që mbeten në Shqipëri. Emigrantët fitojnë mesatarisht 2.5 herë më shumë se sa përpara largimit dhe rreth gjysma e tyre dërgojnë remitanca në vend. Por ekspertët nënvizojnë se shumica e këtyre remitancave përdoret kryesisht për konsum dhe shpenzime bazë dhe jo për investime afatgjata. Përveç aspektit ekonomik, emigrimi është edhe një çështje sociale. Kriza ndërkombëtare dhe ulja e dërgesave të diasporës mund të rrisë pasigurinë ekonomike dhe të ndikojë tek gjeneratat e reja, duke vënë në rrezik zhvillimin afatgjat të vendit.